A e di cila është smundja më e madhe e kohës sonë? Lodhja e shpirtit. Ne po vrapojmë çdo ditë. Vrapojmë për më shumë para, për më shumë vëmendje, për të qenë dikush në sytë e tjerëve, por a e ke vënë re? Sa më shumë i mbledhin këto, aq më bosh ndihemi brenda. Jemi gjenerata që kemi gjithçka në duar, por nuk kemi qetësi në zemër. Shikojeni këtë vend. Jashtë këtyre dyerve ka zhurmë, stres, garë, ankth. Por këtu ka paqe. E di pse? Sepse trupi yt është krijuar nga toka, prandaj lyp ushqime nga toka. Por shpirti yt është frymëzuar nga Zoti dhe ai gjen paqe vetëm kur lidhet me atë që e krijoi. Nëse je duke kërkuar paqe te njerëzit, do të zhgënjesh. Nëse e kërkon te parat, do të mbetesh gjithmonë i etur. Ilaçi për ankthën tënd nuk blihet në farmaci. Zgjidhja është më e thjeshtë. Është një përpulje, një sejdë, aty ku vendos ballin në tokë, por shpirti yt ngrihet në qiell. Bëj një pauzë sot, fike zhurmën e botës për pak minuta, kthehu tek ai që po të pret çdo ditë. Shpërndajeni këtë video, ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot.